dhe po shqyrtoj mundësinë për të përdorur gazin e lëngëzuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës përmes bashkëpunimit me Shqipërinë në termocentralin e Vlorës. Përtej rritjes së prodhimit vendor, ky projekt ka domethënie të veçantë edhe për raportin tonë me Mërgatën. Kompania udhëheqëse e konsorciumit Orlati Group është e zhvilluar në Zvicër, ku ka fituar përvojë, kapital dhe standarde pune, të cilat tani po i sjell në Kosovë me investim afatgjat. Për dekada Mërgata jon ka qëndruar pranë Kosovës në momentet më të vështira. Sot po shohim gjithnjë më shumë ndërmarrës nga Mërgata që po kthehen me investime, me prodhim, teknologji dhe me vende pune. Kjo është një fazë e re dhe tetë rëndësishme e kontributit të saj. Falenderoj qeverinë e SHBA-ve për mbështetjen në përgatitjen dhe dizajnimin e ankandit të parë solar. Ekspertiza e tyre kanë ndihmuar që procesi të zhvillohet mbi praktika të mira ndërkombëtare dhe të krijojë besim te investitorët. Është shumë rëndësi për Kosovën, për neve edhe më konë energji e pastër. Kanë më bo dikun 1.200.000 metra katror panelet kanë më qitë këtu, jom shumë i knaqën për këtu. E paremendoj shumë qeverien, ekipet këtë që kanë punu, që kanë bo këtë mundësi sot, që kanë bo këtë punë të mundshme sot. Ky projekt për ne është shumë më shumë se sa këto 105 megawatt që po shtohen, që po kyqen në rrjet. Këto janë tetë të rëndësishme. Mirë, po shumë përtej kësaj, për ne ky është një gur themeli i sektorit energjetik që po e ndërtojmë. Më i sigurt, më me shumëllojshmëri të burimeve, më i pastër, më konkurrues dhe e atraktiv për investime e investitor serioz. Çfarë kemi arritur, më shumë se gjithçka, më shumë se çmimi konkurrues, më shumë se megawattët që do të shtohen, është që kemi dëshmuar se Kosova mund të zhvillojë projekte të mëdha sipas standardeve ndërkombëtare, praktikave më të mira, të tërheq kapital, teknologji e kompani serioze. Komuna jon, pra komuna Rahovesit, ka qenë partneri përkushtuar në realizimin e këtij projekti. Investimi shtrihet në Gurit Kuq dhe Kramovek, ndërsa përmes kuvendit të komunës së Rahovesit kemi vënë në shfrytëzim një provën komunale diku rreth 2 hektar. Po ashtu në bashkëpunim me Agjencinë Pyjore të Kosovës është realizuar edhe bartja e gjithsej 112.56 hektarëve tokë për shfrytëzim, pra për nevojat e Ministrisë së Ekonomisë për ndërtimin ose vendosjen e paneleve diellore, duke krijuar kështu kushtet e nevojshme për zbatimin e suksesshëm të projektit.